Këshillit Bashkiak Selenicës nga Partia Socialiste, jam Aleksandra Arshiaj. Sot në fakt jam një çik jo e lëkundur, jo e shgënjur, por reagimi dhe qëndrimi im është sepse unë gjithmonë kam qenë prerë dhe drejt për drejt dhe këtë gjë e dinë të gjithë ata që më njohin, po ky fakt nuk do të thotë se ne na ndryshon bindjet majtëve që jemi këtu, apo na lëkund nga mbështetja jonë që mund t'i japim Edi Ramës dhe Partisë Socialiste, sepse po të flasim për investime ka për investime të mëdha dhe këtë gjë nuk ja hedhim dot poshtë, që nga rruga e Lumit të Florës e shumë investime të tjera që kthej në këto zona tona kanë qenë zero dhe ne dim këtë gjë, se si jemi politikisht tu po e them, po unë jam njëri që reagoj dhe duhet ta them këtë gjë sot. Atëherë nisim aty ku e kemi pas pikë referencën tonë, ne, si qytetarët Selenicës, si përfaqësues dhe antar të Këshillit, patjetër që do ta ngrëm zërin sepse votat ne këtu i kemi marrë dhe që nga mes apliku deri në Karpunar, Trebllov, e gjithandej ne i kemi shkelur këto zona dhe nuk jemi njerëz që nuk e njohim zonën apo nuk e njohim territorin apo nuk e njohim njerëzit. Vime të flasëm çfarë është bërë apo çfarë s'është bërë dhe këto gjëra nuk do të toleroja fare. Atëherë ne i kërkojmë marrëshkas prapë thash, sepse ndoshta situata të tilla nuk do doja të isha dhe po do jem prapë sepse jam qytetare e kësaj zone, e kësaj bashkie, dhe pse jam e majt, me bindje të majta dhe aty do jem. Edhe mbështet se Edi Ramës patjetër që po. Por do doja që marrëshkas nga komisioni, unë, Bexheti, Ilia, Sokoli këtu, e shumë të tjerë kemi qenë të reforma territoriale dhe kemi kundërshtuar, me të madhe këtë gjë për mos u bërë, aty kishte edhe përfaqësues të djathtë, kishte edhe të majt, po me sa pash të djathtët aty brenda nuk u ndihen fare, sepse i kishim bashkë, po prap nuk jemi për përçarje këtu dhe do i shndrojmë asaj që jemi qytetarë gjithë bashkë. Po themi, marrim shkas nga deklarata e një deputeti që nuk është deputeti përfaqësues tonë, e tjetri Partisë Socialiste, bashkë të dy jemi Partisë Socialiste, por ky fakt nuk na ndryshon asnjëri nga tjetri për të mos qenë, po për të thënë që ne jemi me këmbë në tokë dhe unë jam bie Labëriz dhe jam nga Vranisht i Florës për ata që s'më njohin. Edhe baba im kishte një gjë që fjalën e kishte fjalë dhe nuk e ka përtinte dhe fliste shumë pak, edhe aty ku vendonin burra merrte pjesë dhe thoshte kjo është e imja, kjo është e jotja dhe pikë, dhe në këtë rast Labëria dhe Selenica i përkasin Selenicës dhe jo Florës. Nuk kemi asgjë me bashkinë e Florës apo kryetarin e bashkisë që do vi, por është një terren me 46 fshatra siç e kemi thënë dhe ne që kemi shkelur dim që është shumë e vështirë për t'i prekur dhe për t'i investuar. Dhe dim të pika tjetër çfarë është bërë në këto vite, po patjetër që është bërë se kanë qenë me informacionin që mora kanë qenë gjithë ata kryetar bashkish deri më sot dhe Selenica është një qytet i hershëm, është një bashki e vjetër. Meqense jam dhe antar e Këshillit, di që buxheti nga mandati i parë mandati që ka qenë, domethënë kryetari aktual që iku i para fundit, është dyfishuar në këtë mandat dhe investimet janë dyfishuar. Dhe këtë gjë e them me përgjegjësi, nga taksat e nga të mbledhura nga qytetarët, jemi ndër 7 bashkitë më të mira me performancën në gjithë Shqipërinë dhe kjo gjë nuk e ndryshon dot sepse qoftë të majt apo të djathtë atje lart, tanët janë të gjithë, ata i kanë letrat në përduar, ti marrin të shikojnë.